Përshëndetje, kjo është videoja e tretë në vazhdën e videove mbi funksionimin e SPSS-it dhe analizat që mund të kryhen me të. Kjo është videoja e fundit që do të merret specifikisht me teknikalitetet e SPSS-it apo me meny të ndryshme, butone të ndryshme që mund t'ju shërbejnë për manipulimin e të dhënave. Unë këtu e kam një databazë që është mbledhur në komunën e Prishtinës, por gjitha informatat janë anonimizuar, do thotë janë hequr vitet e lindjes, janë hequr emrat e shkollave dhe janë zëvendësuar me A, B, C e tjerë alfabetikisht, dhe gjitha informatat e tjera përmes cilave do të mund të identifikohej një nxënës i caktuar. Okej, atëherë në këtë video do të fokusohemi vetëm tek përmbajtja e menys data që shihni këtu. Edhe do të fokusohemi vetëm te këto butonet më të rëndësishme. Për shembull, mund t'ju duhet t'i definoni edhe një herë veçoritë të dhënave, data properties, që mund t'i shihni këtu, nga name deri te role, që i kemi parë në një video më herët, por këtu mund të bëni përmes këtij butonit në një mënyrë më të unifikuar, edhe nëse i merrni 3 variabla prej këtyre, i transferoni këtu përmes këtij tastit, edhe shkoni OK. Në fakt, edhe kjo do transferuar dhe shkoni me continue. Atëherë hapet një dritare dhe e shihni se mund të shkoni prej variables në variabel dhe ta shihni se cilat janë opsionet e kësaj variable, cili është emri, cila është shkalla e matjes, roli që e luan, për këtë do të flasim pastaj në një video mjaft më vonë, është description i variables, apo si quhet label, dhe gjitha që i keni parë edhe më herët. Kjo përpas kësaj ju duhet edhe për një arsye shumë specifike. Për shembull, kur shkoni te këto pyetësori i standardizuar që e kemi, do thotë ku gjitha pyetjet e kanë një stil të njëjtë të përgjigjes në shkallën Likert. Për shembull, nga numri 1 as pak deri në 5 shumë, ku treshi do të ishte mesatarisht. Atëherë nëse shkoni te data, define variable properties, edhe i merrni disa prej këtyre pyetësorëve të standardizuar, i fotni në variables to scan dhe pastaj shkoni me continue, duke lëvizur me nga njëra tek tjetra, e shihni se përgjigjet shkojnë nga as pak deri te shumë, dhe gjithashtu është numri 99 që tregon se nuk ka pasur përgjigje në këtë rast. Edhe numri 99 është missing në këtë rast. Edhe nëse nuk e keni databazën mirë, apo nëse nuk e ka koduar dikush databazën siç duhet, atëherë këtu duke shkuar nga njëra tek tjetra do të shihni se në fakt ekziston edhe një numër tjetër, për shembull ekziston numri 6, sepse personi që e ka futur databazën e SPSS në vend numrit 5 e ka shtypur 6. Kështu që këtu mund shihen gjitha gabimet eventuale vetëm duke shkuar njëra pas tjetrës. Kështu që kjo është një opsion që mund t'ju hyjë shumë në punë. Pastaj e kemi copy data properties, që është diçka tjetër që mund t'ju duhet shumë, edhe këtu mund t'i kopjoni gjitha veçoritë të dhënave që i shohim në variable view nga një file tjetër i SPSS-it. Nëse shkojmë këtu, ajo na hap një dritare, edhe mund ta selektojmë ndonjë databazë tjetër, edhe nëse selektojmë, shkojmë next. Kjo ju pyet, sepse ajo është databaza e njëjtë, vetëm i ka të dhënat ndryshe, po ne vetëm dojmë t'i njësojmë tipet e variablave mes këtyre dy databazave, edhe pse variablat janë të njëjta në princip, prap mund të jetë që njëra variable ka ujit të ndryshe se variabla e njëjtë në databazën tjetër. Kjo, siç e pam në një video më herët, na pengon shumë kur dëshirojmë t'i bashkojmë databazat përmes funksionit add cases, kështu që nëse shkojmë me njësimin e variableve, këtu po i selektoj të gjitha variablat, atëherë mund t'i bashkojmë databazat pa kurfar problemi. Dhe nëse shkoni me next, shkoni prap me next, edhe execute command finish, atëherë kjo i njëson të gjitha databazat, edhe të gjitha
llojet e tipit të variablave këtu janë të njëjta sikurse tek databaza tjetër që e përzgjedhëm. Do thotë SPSS-i e kryen këtë funksion pa hapur databazën tjetër fare, do thotë databazën prej të cilës po i marrim këto lloje të dhënave. Atëherë ka edhe opsione tjera këtu që hyjnë shumë punë, për shembull new custom attribute, edhe këtu nëse shkojmë te new custom attribute mund të selektojmë të gjitha variablat që do ta kenë një atribut të caktuar. Selektojmë të gjitha, i bartim në këtë kolon, edhe emri i atributit mund të jetë për shembull komuna. Nëse një person vjen prej Prishtinës, kurse një person tjetër vjen prej Lipjanit, atëherë është mirë që ta kemi një kolon tjetër aty në variable view që të tregojmë se njëri është i Prishtinës kurse tjetri i Lipjanit. Nëse shkojmë me OK, atëherë këtu e shohim që është krijuar një variabël komuna, po të gjitha janë Prishtinë sepse ne e kemi definuar kështu, por nëse shkojmë te këto 3 pikat, mund ta bëjmë add Lipjani. OK, edhe tash shkojmë Lipjani OK, edhe kjo komuna e ka vlerën e Lipjanit. Në fakt në këtë rast i ka 2 vlera, sepse ashtu e kemi definuar, por mund ta fshijmë Prishtinën dhe ta fusim Lipjanin. Edhe kjo bëhet kështu, edhe pastaj mund thjesht ta kopjojmë këtë këtu. Në fakt nuk u kopjua, ka dalë vetëm shkronja jo, nuk e di pse, po mund t'ja bëjmë delete dhe pastaj add. Dhe kjo krijimi i kolonave të reja në data view është normalisht një gjë që mund t'ju ndihmojë me disa lloje të dhënave. Atëherë, që mund të bëjmë tjetër është identifikimi i rasteve apo njerëzve që janë koduar 2 herë. Do thotë, nëse një person apo shumë persona i fusin dhënat në SPSS dhe nuk e bëni këtë vetë, është e mundur që të ndodhin gabime të ndryshme, për shembull një pyetësor mund të humbe diku në grumbullin e pyetësorëve që e keni gjatë futjes së të dhënave në databazë dhe të futet pastaj 2 herë. Edhe SPSS ka opsionin që të identifikoj këto pyetësorët që janë futur 2 herë, do thotë që janë të njëjtë në secilin variabël. Në këtë rast e kemi këto variabla demografike në fillim, gjinia, numri paraleles, inicialet e shkollës, deri tek për shembull viti i lëvizjes apo edukimi, nënës edukimi i babait e tjerë. Kështu që nëse shkojmë tek data, identify duplicate cases, atëherë mund të selektojmë të gjitha variabla demografike që janë këto, të bartim këtu, define matching cases by, edhe të shkojmë OK. Dhe pastaj ky funksioni i SPSS-it e bën identifikimin e rasteve të njëjta që i kanë të gjitha këto variable demografike të njëjta. Shkojmë OK, edhe kjo e gjeneron një tabel këtu, edhe shohim që në fakt duplicate cases janë 68 prej tyre. Edhe 68 raste do thotë kanë qenë parafërsisht 34 fëmijë që janë koduar 2 herë në këtë databazë për shkak të gabimeve eventuale që zakonisht gjithnjë ndodhin. Kështu që kjo është duke supozuar që asnjë fëmijë nuk i ka tamam të gjitha variablat demografike të njëjta sikur një fëmijë tjetër, edhe pse mund të ndodhë dhe kjo. Kështu që për ta bërë edhe më rigoroze këtë procedurë, ndoshta ju duhet t'i merrni të gjitha variablat e databazës dhe ta shikoni se a i kanë 2 persona të gjitha variablat e njëjta. Dhe SPSS-i tash çka bën është që gjitha rastet që mendon se janë të njëjta i ka
tërhequr në fillim të databazës, edhe i ka paraqitur të renditura deri tek variabla 68. Edhe këtu mund ta shihni se gjithat janë të njëjta. 61, kjo 62, i përket të njëjtit person që është koduar dy herë. Për shembull, shkon këtu suksesi akademik 553344, do thotë është siç duket i njëjti person dy herë. Edhe këtë mund ta testojmë këtu, për shembull 33, një variabël tjetër, krejtësisht tjetër, është 3344 3344 e tjerë. Kështu që ne mund ta fshijmë këtu çdo të dytin, sepse është siç duket person duplikat. Edhe këtë mund ta bëni vetëm duke i selektuar edhe duke shkuar me clear apo delete. Tash ndonjë variabël tjetër që juve mund t'ju hyjnë punë është sort cases. Do thotë sort cases bëhet kur, për shembull, këto janë inicialet e shkollës edhe nuk doni të filloni edhe t'i keni këto të randomizuara, por doni të filloni nga A-ja të shkoni tek B-ja, tek C-ja e tjerë. Kështu që ju mund të shkoni me sort ascending, që do thotë nga ma e vogla deri më e madhja. SPSS-i numri 99 interpreton si edhe më të vogël se A-ja, dhe pastaj shkon prej A-s deri në B, deri në C e tjerë. Ju mund ta bëni edhe sort descending, edhe kjo shkon nga shkronja e fundit deri tek shkronjat e para, nga J-ja tek I-ja, e pastaj tek H-ja e tjerë. Po, nëse dëshironi që ti listoni një herë variablën A, por variabla A dhe pastaj vetëm klasa e parë e variablës A, do të në shkollën A, dhe pastaj ende variabla A, por klasa e dytë për brenda variablës A, atëherë shkoni tek data, sort cases, dhe pastaj i tregoni SPSS-it që pasi që ti rëndit rastet përmes inicialeve të shkollës, në këtë rast inicialet e shkollës, pastaj ti rendis sipas klasës në të cilën aktualisht është subjekti, edhe renditja këtu ka shumë rëndësi. Nëse shkoni edhe këtu është ascending apo descending, ne zgjedhim ascending këtu, edhe është e mundur këtu që ta ruani si file të veçantë failin që ju del pasi ti rendisni të dhënat. Sidoqoftë ne nuk e bëjmë këtë, por vetëm shkojmë me OK. Edhe këtu del normalisht kjo dritarja që del gjithmonë, po kjo nuk do të brengoseni për këtë. Edhe atëherë është renditur e gjitha sipas inicialeve të shkollës, do thotë spari është numri A, edhe numri A fillimisht është klasa e parë e numri A, pastaj vjen klasa e dytë, e kështu me radhë. Kurse kur vjen numri B, klasa B, atëherë gjithnjë vjen klasa e parë, pastaj vjen klasa e dytë për brenda numrit B, e tjerë deri tek shkolla J. Normalisht këtu numri 1 i korrespondon klasës 6, numri 2 klasës 7 e tjerë, por vetëm është koduar kështu për lehtësinë e analizimit të dhënave. Atëherë mund të shkojmë edhe tek sort variables, po kjo nuk besoj që ju duhet shumë, e bën sortimin e variablave përmes ndonjë metode sistematike këtu në variable view. Mund të shkojmë mëtej tek transpose. Ky është transponimi i variableve, edhe ajo që bën është për shembull nëse zgjedhim gjinia pjesëmarrësit, edhe shkojmë këtu, edhe emri i variablës nuk lem emrin e variablës fare, edhe shkojmë me OK. Këtu tregon që pas kësaj do të fshihen gjitha variablat që nuk janë selektuar, do të gjitha variablat përpos gjinisë, po ne sidoqoftë shkojmë me OK. Edhe tash ajo që bën SPSS-i është që gjinia në vend se të jetë këtu në kolonë dhe gjitha rastet të jenë nga numri rendor 1 deri te cili do numër rendor që është fundi i databazës, gjinia në fakt është te numri rendor 1, edhe pastaj çdo vlerë që e kanë pas njerëzit
njerëzit e ndryshëm në këtë rast kodohet si variable ndryshme. Edhe do thotë e gjitha kjo kolona që është këtu horizontalisht ka qenë më herët vertikalisht dhe procedura transpose që e kemi ekzekutu e ka ndryshuar nga vertikalisht në horizontalisht. Edhe pse tash ndoshta nuk mund t'ju hyj shumë punë, më vonë mund ta keni ndonjë databazë ku është e nevojshme të bëhet kjo. Atëherë ne do ta mbyllim databazën për shkak se databaza është prish, po unë nuk shkova me save database, kështu që mund ta hapim përsëri. Të presim derisa të hapet. Dhe vazhdojmë pastaj me llojet e tjera të opsioneve. Atëherë shkojmë përsëri te data, ishim te transpose, merge files, këtë e kemi mbulur në një video më herët. Ristrukturimi është shumë i nevojshëm, po në këtë rast është pak i avancuar dhe do ta lëm ndoshta për një video më vonë. Një gjë tjetër është aggregate. Do thotë funksioni aggregate e merr një variabël, për shembull suksesin e nxënësve, suksesi akademik, edhe krijon një variabël të re që tregon se sa është suksesi mesatar për brenda një shkolle të caktuar ose për brenda një paraleleje të caktuar. Edhe këtë mund ta bëjmë kështu. Do të data aggregate, shkojmë tek breaking variable, kjo është variabla përmes të cilës do të merret mesatarja, në këtë rast inicialet e shkollës, dhe këtu do thot summary e variablave apo përmbledhja e variablave, këtu do të jetë suksesi akademik. Dhe shkojmë te funksioni, sepse SPSS-i duhet ta di se cilin funksion ta marr për ta bërë agregimin, edhe në këtë rast është mesatarja këtu. Shkojmë me continue edhe shkojmë me OK. Edhe këtu e kemi opsionin që ta krijojmë një variabël të re në datasetin e njëjtë ku po punojmë. Nëse shkojmë me OK, atëherë mund ta shohim që këtu në fund është krijuar një variabël. Shkojmë spari me ascend sipas inicialeve të shkollës. Edhe në fund e shohim që është krijuar një variabël. Shkolla A, për shembull, e ka mesataren e suksesit 4.4. Dhe numri 4.4 është i njëjti për të gjitha rastet, për të gjithë nxënësit që janë në këtë shkollë. Kurse shkolla B e ka suksesin 3.99 e kështu me radhë. Kjo është shumë e nevojshme kur dëshironi që ti analizoni variablat vetëm në nivel komune apo vetëm në një nivel të agreguar, siç bëhen ndonjëherë në studime të ndryshme. Një opsion tjetër është split into files, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Këtë nuk do të demonstroj deri në fund, por për shembull nëse dëshirojmë që këtu i kemi gjinit të ndryshme, për shembull mashkull dhe femër, 2 edhe 1. Edhe nëse dëshirojmë që ti kemi dy databaza, njëra vetëm me femra dhe njëra vetëm me meshkujt, atëherë mund të shkojmë me split into files, split cases by gjinia. Edhe këtu e zgjedhim vendin se ku dëshirojmë t'i ruajmë, në këtë rast i ruajmë në desktop. Shkojmë me save. Duhet t'ja lëm një emër. Edhe folderi është gjinia. Ose do të me një folder të caktuar, edhe atëherë e selektojmë emrin e outputeve, për shembull femër, edhe shkojmë me OK, edhe ky pastaj i krijon dy databaza në këtë folderin këtu, njëra me vetëm femra, njëra me vetëm meshkuj, do thot me pjesëmarrës femra dhe meshkuj. Atëherë këtu
e kemi copy dataset, edhe kjo e hap automatikisht një database 3 që është e njëjtë se vjetra, edhe pastaj mund të shkojmë me save as nëse nuk dëshirojmë ta manipulojmë databazën origjinali, por të kemi dy databaza, dhe këtu mund ta shihni që tash të kemi dy databaza që janë faktikisht të njëjta. Një opcion tjetër që mund të jetë i rëndësishëm që do ta mbulojmë në videot e tjera, sepse është pak më i avancuar dhe duhet të jetë kujdes me këtë opcion, është split file. Edhe në fund do ta shohim select cases. Select cases është një opcion që i selekton vetëm rastet, vetëm fëmijët që dëshirojmë t'i selektojmë ose që e përmbushin një kush specifik. Për shembull, nëse dëshirojmë, këtu është a jeton aktualisht ndonjëri nga prindërit tuaj jashtë Kosovës, edhe këtu është kodimi është 1 dhe 2. 1 është po, kurse 2 është jo. Edhe e zgjedhëm këtë variabël, shkojmë if condition is satisfied, edhe shkojmë te if, edhe këtu e hap një lloj kalkulatori, edhe mund të shkojmë një prap tek a jeton aktualisht ndonjëri nga prindërit tuaj jashtë Kosovës, e bartim këtë variabël këtu, edhe pastaj e shënojmë baraz 1. Do thotë ne po i tregojmë SPSS-it gjej vetëm rastet të cilët tek variabla prindëri jashtë Kosovës janë përgjigjur me 1. Edhe shkojmë me continue, edhe shkojmë me OK. Edhe pastaj SPSS-i i hijezon gjitha variablat që nuk e kanë numrin 1 dhe i lën të pahiezuara variablat që janë të vlefshme. Për shembull, kjo variabla personi 55 i jetojnë prindërit jashtë Kosovës, siç mund të shihet këtu, do të thotë prindërit jashtë Kosovës e ka 1, kurse shumicës nuk i jetojnë prindërit jashtë Kosovës. Edhe pastaj të gjitha analizat që i bëjmë përderisa këto rastet janë të hijezuara, rastet e hijezuara nuk kontribuojnë fare në analizë, kështu që ne jemi duke analizuar vetëm rastet e pahijezuara apo që kanë përmbush kushtin. Edhe këto analizat si bëhen do të mbulohet në videot e tjera. Okej, atëherë shpresoj që ju do të mund t'i mbuloni, t'i përdorni këto disa prej këtyre opsioneve që janë në menyn data, edhe që mund t'i manipuloni dhënat tuaja me sukses përmes këtyre opsioneve. Faleminderit dhe shihemi në videot e tjera.